është me të ardhur shumë keq kur shqiptarët e shohin një akt dhune dhe e marrin si një ndodhi që wow, sa mirë, e kënaqen, e bëjnë lloj gëzimi, Eduard Trokitje, e shpërndarje. Është me të ardhur keq që mendjat e caktuara marrin një copë klivi, një njeriu i cili gjendet në një pozitë ku s'duhet më gjendë asnjë njeri në demokraci, që është i lirë, me shku deri në market, e sulmon një njeri i ligë. Na mund ta gjykojmë Alaudinin për moderatorin, për moderimin, mund ta gjykojmë për bigun, mund ta gjykojmë për shprehjet, për qasjen, është e drejtë e jona, jetojmë në demokraci, s'pëlqen që qaset një personi tjetër, e kështu me radhë. Po mu gëzu dhe me shpërnda videon e një aktit lig, i jep veç frymë dhunës. Ai që e ka bë dhunën, ai nga fundamenti poshtë atje, nga themeli, është njeri i ligë në shpirt, është kalbësir, është njeri i keq. Ai që ata që e shpërndajnë janë 2 herë më të keq. Se të munu me fitu prej një ndodhije të ligë. Kaq. Për nësh, s'kom çka foli për atë temë.